Ramazani, muaji i mëshirës, faljes dhe shpëtimit. Siç përcjell Enes ibn Maliku, kur hynte muaji i Rexheb i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, lutej kështu: Zoti ynë, ne i beko muajt Rexheb dhe Shaban dhe na mundso të arrijm muajin Ramazan. Sipas asaj që transmeton Ebu Hurajre, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Ju erdhi muaji i Ramazanit. Allahu e ka bërë farz agjërimin në këtë muaj. Në këtë muaj hapen dyert e qiellit, xhenetit, ndërsa mbyllen dyert e xhehenemit dhe djajve të tërbuar u vihen pranga. Sipas asaj që na përcjell Ebu Hurajre, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe duke e pritur shpërblimin vetëm nga Allahu, i falen mëkatet e së kaluarës. Hisham ibn Urve transmeton nga babai i tij se i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Kërkojeni natën e Kadrit në 10 ditët e fundit të Ramazanit. Sipas asaj që transmeton Ebu Hurajre, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: Në rast se ruhemi nga mëkatet e mëdha, 5 kohët e namazit, namazi i xumas deri në xuman tjetër dhe agjerimi i Ramazanit deri në Ramazanin tjetër, janë pretekst për faljen e mëkateve të bëra mes tyre. Me shpërnguljen me din, nisën të themeloheshin institucionet e vetë fesë islame. Pas ndërtimit të Mesgjidun Nebewiut, jetën me din në udhëzimin e shpalljes hyjnore vazhdonte të zhvillohej brenda tërësisë besim-veprim. Kishte vetëm 18 muaj që pejgamberi paqja qoftë mbi të kishte ardhur në Medinë. Pak kohë më parë, Allahu i lartë madhërisëm nëpërmjet shpalljes kuranore e kishte ndrruar kiblen nga Mesgjidul Aksaja drejt Qabes. Këtë herë, në muajin e 8, sipas kalendarit hijri, gjegjësisht në muajin Shaban, zbritën ajetet në vijim dhe nëpërmjet tyre bëhet farz agjerimi i muajit Ramazanit. O besimtar, ju është urdhëruar agjerimi, ashtu siç u që urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat. Agjerimi zgjat disa ditë, por nëse ndonjëri prej jush është i smur ose duke udhëtuar, le të agjeroj aq ditë sa i ka prishur në ditë të tjera pas. Ata që kanë vështirësi për të agjeruar, duhet u ushqejnë si shpagim nga një të varfër për çdo ditë agjerimi. E nëse ndonjë jep më shumë se kaq, kjo është edhe më mirë për ta. Por agjerimi juaj është më i dobishëm në qoftë se e dini. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kurani, udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues i smirës nga e keq. Pra kushdo nga ju që e arrin këtë muaj, le ta agjeroj. Sa i përket atij që është i smur ose atij që gjendet në udhëtim e sipër, le ta agjeroj më vonë, aq ditë sa nuk i ka agjeruar. Allahu dëshiron t'ju lehtësoj dhe jo t'ju vështirësoj. Ai dëshiron që të plotësoni numrin e ditëve të agjerimit dhe që ta madhëroni Allahun në fund të agjerimit, për shkak se ju ka drejtuar në rrugë të drejtë e ta falenderoni atë. Këto ajete qartësi theksojnë se muaji i Ramazanit është një muaj i privilegjuar nga muajt e tjerë, sepse Ramazani është muaji i agjerimit. Ramazani është muaji i Kuranit. Ramazani është muaji i devotshmërisë. Ramazani është muaji i lartmadhërimit të Allahut. Ramazani është muaji i falënderimit. Ramazani është muaji i gjetjes së të vërtetës. Ramazani është muaji i pendimit. Ramazani është muaji i itikafit, i veçimit për të reflektuar dhe adhuruar. Ramazani
është muaji i respektimit të kufive që ka vendosur Allahu i lartmadhërisëm. Ramazani është muaji në të cilin ndodhet nata e Kadrit, një natë më e vlefshme se 1000 muaj. Muaji i bekuar i Ramazanit u ofronte muslimanëve mundësinë për të arritur vetdijen e përgjegjësisë, domethënë devotshmërinë ndaj Allahut dhe duke ngjizur në shoqëri solidaritetin social dhe vetdijen e dhurimit, pra duke edukuar vullnetin në një farë mënyre, formonte personalitetin e besimtarëve dhe u tregonte atyre për t'u bërë besimtar të arrir. Termi Ramadan rrjedh nga fjala Ramada, që ka kuptimin e shiut që bie në fund të verës dhe e pastron tokën nga pluhurat, ose buron nga fjala Ramada, me kuptimin përvëlimi i gurve nga rezet e diellit. Ashtu si ky shi që e pastron tokën, apo ashtu si u adjek këmbët vendi i nxehur atyre që ecin mbi të, po ashtu edhe muaji i Ramazanit i pastron, i djeg dhe i zhduk njollat e mëkateve nga besimtarët. Në fakt, muaji i Ramazanit është njëri nga 12 muajt e kalendarit që njihej dhe përdoren në periudhën e ignorancës. Në Kuranin fisnik, muajt e përmendur si muajt haram të shenjtë, pra 4 muajt Dhilkade, Dhilhigje, Muharrem dhe Rexheb, mes arabëve gëzonin një privilegj të veçantë. Ato respektoheshin dhe në to ishte e ndaluar gjakderdhja dhe lufta. Por muaji i Ramazanit nuk e kishte një specifik të tillë. Ato që e bëjnë të privilegjuar dhe me vlerë këtë muaj janë zbritja e librit të fundit udhëzues për njerëzin, pra shpallja e Kuranit fisnik pikërisht në këtë muaj. Prania në këtë muaj e natës më të vlefshme se 1000 muaj, gjegjësisht nata e Kadrit, kryerja e obligimit të agjerimit si një ndër adhurimet themelore, si dhe praktikimi i shumë suneteve të pejgamberit, paqja qoftë mbi të, pikërisht në këtë muaj, siç janë falja e namazit të terawis, leximi i mukabeles, itikafit, iftarit, syfyrit dhe dhënia e sadakatul fitrit. Ashtu siç është rregulli, shareful mekan bil mekin, do me thënë nderin vendit ja japin ata që banojnë në të, e njëjta gjë vlen edhe për konceptin e kohës. Ashtu siç nderoi pejgamberi i fundit, paqja qoftë mbi të, Jethribin me ardhjen e tij, dhe Jethribi u shndrua në Medinetul Munevere, qyteti ndriçuar. Edhe zbritja e librit fundit e Kuranit fisnik në këtë muaj e shndroi muajin e rëndomt të Ramazanit në muaj të bekuar. Muaji i Ramazanit është i vetmi muaj që i përmendet emri në Kuranin fisnik. Allahu i lartmadhërisëm nuk është mjaftuar vetëm me përmendjen e tij, por me ajetet e lartë përmendura e ka përcaktuar si muajin e agjerimit. Pikërisht për shkak të gjitha këtyre privilegjeve dhe specifikave të veçanta, muaji i Ramazanit në kulturën tonë është pranuar si sultani i 11 muajve. Fjala Ramazan nëpërmjet Islamit ka fituar kuptime krejtësisht të reja. Kur përmendet kjo fjalë, na sjell në mend një epokë të bekuar dhe një klim të plot qetësie dhe paqeje. Ky është muaji i 9 hënor. Gjatë tërë muajit të Ramazanit, muslimanët si shoqëri përfshihen në dëndësinë dhe emocionin e adhurimeve. Sepse Ramazani është një periudhë e bekuar dhe frytdhënëse edukimi që u është dhuruar muslimanëve, me qëllim që mes tyre të piqet më tej dija, besimi, adhurimi, morali, solidarizimi dhe vëllazëria mes tyre. Muslimani në këtë periudhë shqyrton dhe rishikon raportet e tij me Zotin, me vëllazërinë e tij, me vetveten si dhe me djallin. Pas një aktiviteti intensiv edukues që vazhdon një muaj të tërë, ditë e natë, ai del nga ky muaj më i fortë dhe më i pastër. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, në lutjet e tij e shprehte hapur dëshirën e tij për të arritur muajin e Ramazanit, siç përcjell Enes ibn Maliku, kur hynte muaji i Rexheb, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, lutej kështu:
Zoti ynë, na i beko muajt e Rexheb dhe Shaban dhe na mundëso të arrijmë muaj në Ramazan. Gjithashtu i dashuri pejgamberi ynë, nëpërmjet këshillave që jepte para muajit të Ramazanit, i përgatiste mendjet dhe zemrat e shokëve të tij për këtë muaj të çmuar. Kështu, në një rast i pati përmbledhur me këto fjalë cilësitë dhe vlerat e muajit të Ramazanit. Ju erdhi muaji i Ramazanit. Allahu e ka bërë farz agjërimin në këtë muaj. Në këtë muaj hapen dyert e qiellit, xhenetit, ndërsa mbyllen dyert e xhehenemit dhe djajve të turbuar u vihen pranga. Kur hyn nata e parë e Ramazanit, shejtanët dhe xhinët e turbuar lidhen me zinxhir, mbyllen dyert e xhehenemit dhe asnjëra nuk hapet. Hapen dyert e xhenetit dhe asnjëra nuk mbyllet. Pastaj një angjëll thret: O ti që kërkon mirësi, eja në robëri dhe adhurim. O ti që kërkon ligësi, hiq dorë nga mëkatet. Sa njerëz ka që Allahu i liron nga zjarri në këtë muaj, dhe kjo ndodh çdo natë për gjatë tërë muajit të Ramazanit. Ubade ibn Samiti, i cili pati marrë rol aktiv në beslidhjen e Akabes, transmeton se i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, në një ditë afër muajit të Ramazanit ka thënë: Muaji i Ramazanit ju erdhi me bekime dhe të mira. Në këtë muaj Allahu i Madhërisëm ju bën të pasur, për shkak të këtij muaji ju mëshiron. Ju ashlyen gabimet dhe në këtë muaj i pranon lutjet tuaj. Allahu i Lartë Madhërisëm vëzhgon garën mes jush për punët e mira dhe adhurimet në muajin e Ramazanit dhe krenohet me ju karshim e legëve. Prandaj tregoni veten tuaj para Allahut me mirësi dhe bamirësi. Fatkeq është ai që e privon veten nga mëshira e Allahut në muajin e Ramazanit.